është konsideruar që rreth 20.000 persona janë dënuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. 1 ose 2, nuk është më rëndësi sa persona vinë në komision, është më rëndësi të tregohet që këtu ka ndodhur krimi. Të mbjetuara dhe të mbjetuar të dhunës seksuale tani më është një statusit të mbjetuarve. Është një krim i rëndë, një mjet lufte që Serbia e ka përdorur gjatë periudhës së luftës dhe në këtë drejtim, sipas raporteve vendore dhe ndërkombëtare, është konsideruar që rreth 20.000 persona janë dënuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Si Qeveria e Republikës së Kosovës, që nga fillimi i mandatit, kemi ndërmarrë veprime konkrete për të adresuar krimet e luftës. Siç jeni në dieni, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka themeluar Institutin për krimet e luftës, pra ku do të dokumentohen dhe do të verifikohen e hulumtohen të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Po ashtu kemi mundësuar votimin e strategjisë për drejtësinë tranzicionale, ku shumë prej rekomandimeve që dalin nga kjo strategji i adresohen nevojave pra të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, burra e gra. E gjithashtu kemi mundësuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Prandaj, siç e dini, edhe kjo dispozit e re ka filluar të zbatohet nga ana e institucioneve të drejtësisë. Dhe i ftoj të gjithë të mbjetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës, burra dhe gra, të gjithë ata që e kanë përjetuar dhunën seksuale, të vinë pranë Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave dënuar gjatë luftës, që t'ju njihet kjo e drejtë e garantuar tashmë me ligj dhe t'ju njihet statusi si person i dënuar. Kjo është një proces administrativ që duhet të vazhdojë, duhet t'ju njihet kjo dhe t'ju jepet të drejta cilëve ju takon. Mjaft kanë heshtur deri tani dhe mendoj që është momenti i duhur që ata duhet të tregojnë dhe të mos heshtin më. Kemi raste të cilat kanë dalë publikisht, por megjithatë unë shpreh thirrjen time aktualisht në këtë vend ku jemi që të aplikojnë sepse procesi është konfidencial. Është shumë e rëndësishme ta kuptojnë viktimat që edhe nuk ka nevojë të dalësh publikisht. Ti je viktime e dhunës seksuale gjatë luftës, mund të vish në komision të aplikosh të njihet e drejta jote si viktime e dhunës seksuale gjatë luftës dhe e tregon të vërtetën që ka ndodhur me ju. Po ashtu qeveria ka ndërmarrë aktivitete ndryshme duke i licencuar edhe 4 organizata jo qeveritare të cilat i mbështetin këto viktima që të vinë pranë komisionit. Po ashtu janë edhe departamentet e familjeve dëshmorëve në kuadër të regioneve mbrana Kosovës, ku mundën viktimat të drejtohen te ata dhe më tutje edhe te komisioni dhe po ashtu mund të vinë direkt në komision që është ndërtesa e ish bankës të Ljubljanës, ku ata mund të vinë dhe të aplikojnë drejt për drejt në komision. Nuk është diçka që duhet ta mbajmë për vete, ajo është krim që ka ndodhur dhe si tillë duhet të identifikohet që ka ndodhur një krim i tillë. 1 ose 2, nuk është më rëndësi sa persona vinë në komision, është më rëndësi të tregohet që këtu ka ndodhur krimi. Kjo është një aktivitet i Agjencisë për Barazi Gjinore në kuadër të zyrës së kryeministrit, ku shënojmë së bashku gjithë qytetarët dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, shënojmë ditën ndërkombëtare të mbjetuarve të dhunës seksuale, të mbjetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në nivel global. Kosova jep një kontribut të veçantë. Kjo është një ditë kur respektojmë dhe nderojmë memorien kolektive për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Mbi 1700 të mbjetuara dhe të mbjetuar të dhunës seksuale tani më është një statusi të mbjetuarve.